Zonat Kune, Vajin, Tale, në qytetin e Lezhës janë prekur nga gjuetia e palishme, ku prej vitesh rrezikohet i gjithë ekosistemi, por tashmë me hyrje në fuqi të moratoriumit 2 vjeçar të gjuetisë, pritet që kjo problematikë të marrë fund. Ne jemi për monitorimin, e kemi mbështetur si shoqatë gjuetarëve, për periudhë sa ne do ta shikojmë të arsyeshme që gjahu ka arrit nëpër masat e veta, kur sasia e gjahut të vrarë të jetë për vëllëritshme, e cila të ketë vlerën e saj që të ketë jetë gjatësinë dhe zhvillimin. Midisi lagunor në Lezhë është nga ekosistemet më produktive, ku rriten rreth 185 lloje shpendësh, që zen rreth 60% të faunës, prej ku 59 lloje shpendësh janë të përhershëm, 65 lloje dimërore, 51 lloje verore dhe rreth 21 lloje janë të rastësishëm. Moratoriumi ka dhënë një ndikim tepër pozitiv, pasi në vitin 2015 pritet të bëhet edhe testimi i gjuetarëve.